Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Shenja e luanit. Për shenjën e luanit, ditë të cilat janë shumë pozitive, vërtet shumë pozitive, është dita e martë dhe mërkur, janë dy ditë të cilat janë vërtet në disa ndikime shumë pozitive, sepse do të kemi kënde pozitive të hënës me Saturnin, me Neptunin dhe me Venusin. Prandaj dhe për shenjën e luanit kemi një vrap përpara në këto momente, por duke qenë se dielli, që është drejtuesi juaj, është vendosur tek shenja e peshqve dhe është një shenjë uji kjo, do me thënë që energja gjithsesi është e ulët, prandaj dhe këtë vrapin ta bëjmë të kujdesshëm. Në qoftë se është një rrugë që e dini, keni bërë provën përpara, atëherë normalisht mund të vrapojmë, por nëse nuk jeni të sigurt, normalisht të ecim me një hap më të sigurt ka më tepër rëndësi, pra të ecim pak më ngadalë në mënyrë më të sigurt. Gjithsesi për shenjën e luanit në këto momente kemi një fokusim vërtet shumë të madh tek vlera e tij, kemi një rritje vërtet shumë të madhe edhe në karrierë gjatë gjithë javës, mund të themi, e dieni do ta ndjejmë këtë. Duke filluar që nga dita e hënë do të kemi një ndihmë shumë të madhe edhe nga partnerët tanë. Kjo në fillim mund të duket sikur po na kundërvihen, por nëse i dëgjojmë me vëmendje, do të arrijmë që ta kuptojmë edhe ne se çfarë po na thonë në të vërtetë. Dhe mund të bëjmë disa dialogje, diskutime të cilat do të na ndihmojnë që të kemi një rritje vërtet kolosale. Shenja e luanit që gjithë javës në vazhdim ka shumë fat. Është një nga shenjat që ka më tepër fat, por duke qenë se energjia është e ulur, pra siç e thash, mos ketë mundësi që ti përdor të gjitha këto shanse që do t'i dalin përpara. Prandaj dhe timi përzgjedhës ka shumë rëndësi. Në këto momente kemi mundësi vërtet shumë të madhe për të qenë të suksesshëm në karrierë, por pothuajse të gjitha shenjat e njëjta është e vlefshme dhe për ju, duke qenë se edhe Urani, i cili në këto momente është vendosur tek shtëpia e karrierës për ju, ka disa kënde pozitive, si me hënën gjatë gjithë javës në vazhdim, po ashtu dhe gradualisht do të fillojë të krijojë edhe kënde pozitive me diellin, prandaj do të shkëlqej pak ashtu idetë në lidhje me zhvillimin përsëris tek karriera juaj. Përsa i përket të ardhurave materiale, është një javë në të cilën më tepër këto të ardhurë materiale mund të vinë nga bashkëpunimet që keni bërë në të shkuarën ose rikthimet e borxheve, pak a shumë në këto fusha mund të luajnë, ndërkohë që për çdo gjë që dëshironi të ndryshoni në shtëpi, këtë elektroshtëpiake ose gjëra të tilla, vërtet që do të këshilloja që nëse nuk është e domosdoshme në këto momente të mos e bëni. Kjo faktikisht e vlefshme për të gjithë ne, por për ju gjatë kësaj jave mund të jetë disi pakës domethënë më problematike. Faleminderit edhe një herë dhe shihemi përsëri. Pafshim. Natën.